Një operacion ndërkombëtar i përmasave të mëdha, i koduar dhe ndjekur për më shumë se 2 vite, ka çuar në shkatërimin e një prej rrjeteve më të sofistikuara të mashtrimit online që operonte nga zemra e Shqipërisë. Europoli ka zbardhur detaje tronditse mbi aktivitetin e disa qendrave të thirrjeve në Tiranë, të cilat nën maskën e strukturave legjitime të biznesit kishin ngritur një skem mashtrimi me investimet, duke ju vjedhur qytetarëve evropian një shumë marrëmendence prej të paktën 50 milionë eurosh. Hetimi, i cili nisi pas sinjalizimeve të autoriteteve austriake në qershor të vitit 2023, kulmoi me një aksion të koordinuar më 17 prill 2026. Në pranga ran 10 persona, ndërsa gjatë bastisjeve në 3 qendra thirrjesh dhe 9 shtëpi private, u sekuestruan rreth 900.000 euro cash, qindra kompjuter, telefona celular dhe pajisje të tjera elektronike. Ky rrjet nuk ishte një grup i thjesht mashtruesish, por një strukturë e mirëfillt korporative, me rreth 450 punonjës, e ndarë në departamente të burimeve njerëzore, IT, financës dhe menaxhimit, ku operatorët paguheshin me rroga mujore prej 800 eurosh plus komisione për çdo viktim të joshur. Skema funksiononte përmes premtimeve për fitime të shpejta në platforma investimesh false. Viktimat nga Gjermania, Italia, Spanja, Britania e Madhe dhe deri në Kanada tërhiqeshin përmes reklamave në rrjetet sociale. Pasi regjistroheshin, ata binin në duart e agjentëve që flisnin gjuhën e tyre anëtare, të cilët përdornin presion psikologjik dhe software të qasjes në distancë për të kontrolluar kompjuteret e viktimave. Fondet, në vend që të investoheshin, zhdukeshin përmes një rrjeti ndërkombëtar të pastrimit të parave. Për më tepër, grupi nuk ndalej me kaq. Ata kontaktonin sërish personat që kishin humbur para, duke u premtuar ndihmë për rikuperimin e fondeve, në këmbim të pagesave të reja në kriptomonedha. Suksesi i këtij operacioni erdhi fal bashkëpunimit të ngushtë mes policisë shqiptare, autoriteteve austriake, Europolit dhe Eurojustit. Përdorimi i një adrese IP në territorin shqiptar shërbeu si filli që zbërtheu të gjithë lëmshin e aktiviteteve kriminale. Ndërsa infrastruktura e IT-s është shmontuar plotësisht, ekspertët po analizojnë vëllimet e mëdha të dhënave të sekuestruara, të cilat pritet të zbulojnë detaje të reja mbi bashkëpunëtorët e tjerë dhe shtrirjen globale të kësaj organizate që operonte me profesionalizëm të frikshëm nga zyrat e Tiranës.